Qendra komunale e numërimit në Gjakov ka përfunduar mbrëm plotësisht procesin e numërimit të votave. Numërimi është mbyllur gjatë ndrimit të pasdites, duke shënuar kështu përfundimin e një prej fazave më të rëndësishme të procesit zgjedhor. Lajmin për televizionin Syri ka bërë të ditur zyrtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Gjakov, Armir Exhaj, i cili gjithashtu shtoi se sot është duke u punuar intensivisht në sigurimin e kushteve për largimin e pajisjeve nga Qendra Komunale e Numërimit. Sipas tij, pajisjet janë sistemuar dhe do të dërgohen në institucionet shkollore përkatëse, ndërkohë që janë rregulluar edhe materialet të tjera zgjedhore, të cilat pritet që nesër të përcillen për në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Zyrtarët të KQZ-s vlerësuan se gjithë procesi ka kaluar pa pengesa dhe në përputhje me procedurat ligjore, duke garantuar transparencë dhe korrektësi në administrimin e votës. Kujtojmë se në këtë proces ishin të angazhuar 12 ekipe të punës, të cilët e përmbyllën punën sipas planifikimeve.